O Allahu in, o mbrojtësi më i mirë, të lutemi të na ruash familjet tona me dritën tënde dhe me mëshirën tënde të pafund. O Allahu in, vendose me lekun e mbrojtjes në çdo anë të shtëpisë sonë. Na ruaj familjet tona nga e keqja, nga zilia, nga syri i keq, nga shpirtat e ligë dhe nga çdo dëm i dukshëm dhe i fshehtë. O Allahu in, forcoje dashurinë në familjet tona, forcoje respektin dhe mirëkuptimin mes nesh. Të lutemi të na mbash zemrat tona të pastra, gjuhët tona të butë dhe shtëpitë tona të mbushur me paqe. O Allahu in, në familjet tona na beko me shëndet, me rizq të halalit, me jetë të gjatë me mirësi, dhe na beko me fëmijë të sjellshëm e të udhëzuar. O Allahu in, na largo prej nesh të lashët tona, grindjet tona dhe sprovat e rënda, dhe të lutemi në familjet tona na jep siguri, harmoni dhe mbrojtje në çdo çast.